Një tentativ për grabitje është regjistruar rreth orës 19 në lagjen Vasil Shanto. Një shtetase ende i pa identifikuar është futur brenda ambienteve të filialit të postës shqiptare dhe ka tentuar të marrë me forcë një shumë monetare, por nuk ka mundur ta marrë dhe gjatë largimit ka thyer xhamin e sportelit. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe vijojnë kontrollet në zonë për kapjen e tij. Po ashtu, rreth orës 19:15 në sheshin Prekcali, dyshohet se një njëjti person që tentoi të marrë një shumë parash në filialin e postës shqiptare është futur dhe ka tentuar të marrë me forcë një shumë parash në një subjekt tregtar market, duke u konfliktuar me punonjësin e këtij subjekti dhe është larguar pa marrë shumën e parave. Shërbimet e policisë vijojnë kontrollet në terren, ndërkohë që grupet hetimore në drejtimin e prokurorisë po kryejnë veprime për të dyja rastet me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit.